një pjesë vërtetës. Pi presës e tutit. Hajde ma thuaj se kjo që ka për deklarat për ta prerë këtë deklarat. Thuaj. Përgjigja e saktë është nëse nuk i merr 51%, ai kur nuk do të bëhet. Kush ai? Është vërtet. Albin Kurti. Sa i përket pyetjes suaj nëse Albin Kurti duhet të jetë edhe një mandat kryeministër, unë besoj. Një kryeministër i suksesshëm duhet të ketë një mandat, jo vetëm një mandat. Ky konsiderohet kryeministër i suksesshëm. Së pari, e ka pensionuar një klasë politike që ka qenë thellësisht e korruptuar dhe e padijshme. Kjo diçka një arritje jashtëmase, i ka liberalizuar vizat, është pjesëmarrës në një qeveri që i ka siguruar Kosovës. Kosova është jashtëzakonisht e vogël, ka arrit me marr përgjegjësinë për me organizuar lojrat mesdhetare. Arritja më e madhe shekullore mas lirimit edhe pavarësisë së Kosovës. Dhe së treti, për ju garancia e ka çliruar një pjesë të territorit që jo vetëm që ka qenë e kontrolluar nga bandat, por nga aty Serbia ka pasur fuqi aq të madhe sa që ka arrit non-stop ta sabotoj shtetësinë e Kosovës dhe zhvillimin. Fort politik duhet i pri Kosovës. Edhe një mandat e meriton. Jo teknokrat. E meriton edhe një mandat. Për tretin nuk e di a e meriton, nuk po them që e meriton. Po edhe një e meriton. Nuk është që nuk e meriton.